Thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, ku qëndron urtësia, pse është ndaluar, domethënë ose pse janë të ndaluar këto kafsh, që kanë këto dy përshkrime, këto dy cilësi, domethënë cilësia e parë që ka dhëm përpara, domethënë, me të cilat sulmon dhe po ashtu shqyen pren me ato. Prej atyre kafshve, thotë që Zejdi rahimullah është geopardi, tigri, luani, ujku, e kështu domethënë të ngjashme. Hynë domethënë në te këto kafshët që janë të ndaluara, ngrënia e tyre. Për shkak se ata i përmbushin këto dy përshkrime. Domethënë përshkrimi i parë dhinab dhe përshkrimi i dytë domethënë mines siba, që është domethënë ka dhëm me të cilat sulmon dhe shqyen domethënë pren. Këtu thotë Sheikh Uthemini rahimahullah se urtësia, pse është ndaluar ngrënia e këtyre kafshëve, domethënë mishi i tyre është për shkak se natyrshmëria e tyre është e egër. Kanë egërsi ato kafshë. Dhe nëse njeriu e konzumon mishin e tyre, fiton një farë lloj egërsi. Do thonë mishi si mish ndikon te personi, te njeriu që e përdor, që e konzumon, dhe ai fillon domethënë me fitu një egërsi. Dhe ajo egërsi mundet me çu domethënë edhe në një farë lloj domethënë në sulm ndaj të tjerëve, pa nevojë. Sikur sa ato kafshë domethënë. Sepse këto tigri, geopardi, ujku, ata sulmojnë me nevojë dhe pa nevojë. Me nevojë dhe pa nevojë. Prandaj domethënë në urtësia qëndron aty, se njeriu fiton domethënë një lloj egërsi prej këtyrve domethënë kafshëve që e kanë ata domethënë në natyrshmërinë e tyre. Dhe prej kësaj kanë thënë dietarët, thotë Sheikh Uthemini, dhe prej kësaj, ose nga kësaj, ose prej kësaj piknisje, dietarët kanë thënë se njeriu duhet të kujdeset për fëmijën e tij në lidhje me gjithënjen, që mos me e qu fëmijën tane të një grua, e huaj flasim, që ka mengjelehtësi dhe sjellje të keqe, sepse gjithënja e saj ndikon në karakterin e fëmijës më vonë. Edhe ti pastaj çuditesh pse ky doli me ngjelet. Ti pastaj çuditesh pse doli ky domethënë me moral ose me sjellje të keqe. Prandaj, domethënë kur flasim që ka nevojë me e çu të dikën, të do një gru domethënë, atëherë duhet domethënë përgjegjësi i asaj fëmijës, e cila është e vogël dhe ajo nuk vendos aty domethënë, as nuk e ka atë fuqi, atëherë domethënë në ti si prind ose nën duhet kujdesesh domethënë në ku e len fëmijën tane dhe kush i jep gjithënje atij. Se ndikon ajo domethënë në karakterin e tij. Se ndikon domethënë në karakterin e tij. Dhe barakallahu fikum, nëse këto sende, ushqimi domethënë, ose ajo që e pin njeriu qumshtin, ndikon në karakterin e tij. Si është shoqërimi me njerëzit e të devijuar dhe me moral të ulët dhe të prishur. Ajo ndikon edhe më shumë. Edhe pastaj njeriu habitet dhe çuditet si doli ai në anën tjetër. Jo mos u habit, se fillimi ka qenë se ti ke filluar domethënë me majtas, djathtas, nalte poshtë, edhe ke përfunduar domethënë me ato njerëz, sepse ato kanë ndikuar në fen tënde,